Gjergj, cili është ajo ngjarje sportive ose ndoshta një ndeshje që për ty si sportdashës edhe si gazetar ka shkaktuar ato emocionet më të forta? Pyetja është shumë e bukur, se duhet gjej një ose dy që kam përjetuar unë, emocionet negative i kam marrë në Athinë në mars të 2005-s. Greqi-Shqipëri, luanim Karaiskaqi në stadiumin e Greqisë, stadium 33.000 vend që ishte bërë për lojrat olimpike 2004-s. Ne i kishim mundur ata në shtator, ata ishin kampionë Europe, Karagunis, Karisteas, ekip shumë i mirë, Nikopolidis, portier, Georgatos, mbrojtësi majti i Interit, ne kishim ekip mirë goxha, i mundëm 2-1 në Tiranë, bëri gol Murati dhe Aliaj, pastaj Anakopoulos për grekët. Por në Tiranë atmosfera ishte shumë e nxehtë, po festive. Ndërkohë që në Athinë, unë për të parë në jetën time, unë isha përballur disi, duke qenë edhe për origjinën si me greki, mama isha përballur disi me greqinë në nivel pushimesh, isha përballur disi edhe me nacizmin e tyre. Po për të parë, unë për të parë përballur me urrëtin. Ne në Shqipëri kemi qenë shumë të varfër. Unë kam rinë 82-shin. Ne në vitin 89 nuk kishim bukë të hanim. Gjithë shqiptarët. Ne në Tiranë pak më ndryshe, po imagjino shqiptarët. Rinim në Përradha, Vajguri, Qumshti. Unë vishja bluzat e motrës, motra vishte bluzat e gocës Tezës, s'kishim asnjë top. Por ne nuk urrenim. Ne nuk urrenim askënd. I dhuronim dashuri njëri tjetrit, bulizonim, është e vërtet, ka qenë një epokë shumë bulizuese, po ka qenë besoj gjithë bota aso kohë. Por ne nuk urrenim. Unë ndjesinë e urrëties nuk e njihja. Ne jetonim brenda fisit, brenda lagjes, brenda familjes. Kishim zili kur shikonim reklamat e huaja. Thonim o Zot, si ka mundësi që bota është kaq e bukur, kaq me ngjyra, pastaj mësuam që bota është vetëm një imazh. Dhe ne ndoshta kemi asgjë më pak se bota. Dhe kur shkoja në Greqi, her pas here ndjeja racizmin. Atë ditë në stadium, besiguri e kam provuar dhe ata që kanë qenë në Beograd 2014, unë kam qenë studio, nuk kam qenë në stadium. Në atë mars 2005 në stadium, unë kam kuptuar çfarë do të thotë urrëtia kolektive. 33.000 njerëz, pleq, plaka, trinj, deputet, parsimuar, gazetar, ata ishin 90 minuta në të njëjtin kor. Ti shqiptar nuk do të bëhesh kur grek. Pasioni i urrëties që kam parë në stadium nuk e kam hasur asnjëherë në jetën time. Kam parë, nuk kam ndier vetë, por kam parë njerëz që urrejnë në mënyrë individuale, të zhgënjur nga dashuria, nga ku diun se çfarë, urrëtia për shembull thonë që është forma më e lartë edhe e dashurisë. Por në nivel kombëtar dhe në nivel në makro, unë besoj që ata njerëz na urrejnë. Dërsa ne jo, ne nuk e kemi urrë. Ky është opinioni im personal. Nuk e kemi dash, mund të jemi ngatarru, mund ta ngatarru politika, por ka një dallim shumë të madh midis urrëties dhe midis rivalitetit, midis urrëties dhe midis kundërshtarit, midis urrëties dhe kundër mosdashjes, midis urrëties dhe kundër inatit. Urrëtia kolektive për mua është opiumi më i keq që një komba, një popull ka marrë, sepse ai është opium, pa diskutim. Grekët, shqiptarët, serbët janë gjithë njësoj. Ti aty kupton se çfarë mund të bëj politika e madhe mendjeve dhe shpirtrave njerëzor. Kjo ka qenë emocion negativ. Emocione pozitive kanë pas plot. Dhe isha edhe ne për të kthyer sportin që më ka pëlqyer më shumë, por që në fund jam mërzit ka qenë Shqipëri-Francë në kampionat evropian, mendoj që kemi bërë një ndeshje perfekte, kemi humbur 2-0, ka shnuar Griezmann dhe Dimitri Payet golin e dytë 2-0, po deri në minutën 89 do mendoj që kemi qenë pothuajse perfekt. Dhe mendoj që për nivel loje, për nivel cilësie, vera 2016-s, për mendimin tim, ka qenë shkalla më e lartë e nivelit sportiv të skuadrës shqiptare në gjithë kohërat. Mënyra si shkumin evropian, ndeshjet miqësore, vetë evropiani dhe pak mbrapa. Pra nga viti 2014 deri në vitin 2017 për mua është veçari më i mirë.